Tash kemi krijuar një telefonat, i thash, më merr, më përshëndet, ande unë thash, më ka vdekur burri, thash, nuk kemi mosh, ti e djegur, unë e djegur, unë dua çdo gjë me letra të hapura. Unë nuk kam histori, nuk kam patur partner. Të thoshte nesër pas nesër goca mami me dashnor. E urej veten time, vras veten të mbaj unë dashnor. Ti në Itali ke 30 vjet, thash, ngjerë ti të marrësh muaj, tash i kam marrë unë zjas gjuni, thash asgjë. Por ma nuk ka rëndësi, ma rëndësi ka njeriu, tha ti pas. Hej, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim do të shkojmë në Itali, do të lidhemi me një 58 vjeçare, ajo quhet Etleva dhe është nëna e një vajze. Etleva pasi humbi nga kryet bashkëshortin e saj, vendosi të emigronte drejt Italisë. Përpara 4 viteve e ka njohur partnerin pasi është rimartuar me Berti Bekja, dashumish, por shumë probleme ka hasur në këto 4 vite. Çfarë ka ndodhur pikërisht me Etlevën? Unë do hap dritaren, do e ftoj 58 vjeçaren për të dëgjuar rrëfimin e saj, jetën e saj dhe denoncimin që ajo do bëj këtu live me Odetën. Etleva, përshëndetje nga Tirana. Shpirtime. Më ke telefonuar se do të bësh një denoncim, ke një problem. Unë më ka vdekur burri, më vdiq burri, 2017, unë detyrova, erdha këtu, faleminderit, unë detyrova që erdha këtu në Itali. Kam vajzën e kam me vite, 14-15 vite që ka ardhur në Itali, se nisa gocën përpara. Edhe, se më bë, ju përnoj që po më bë shumë e bukur, edhe unë i jam mbrapa shumë. E kuptoj. Edhe kisha shumë merak. E solla këtu vajzën. Po? Në Itali, të martuar, kam 2 mbesa të vogla. Je bërgjyshe, me jetë ti kesh. Jam bërgjyshe 2 herë, edhe erdha direkt e Badandes, unë ngrita punën përpara këtu. Nga një shoqja ime që kemi bërë shkollën bashkë. Ajo punonte këtu, e martu në italian, punonte këtu në Itali, infermiere me anë të këtyre të moshuarve. E qartë. Edhe unë Rita më gjen një punë, i thash, se nuk dua të ri, as ke goca se ka jetën e vet. Edhe i thash më gjen një punë që unë të vi direkt. Kam marrë avionin në 7:20, ndarë, në orën 9, te inqeri kam qenë ke puna, ke zonja, ke pina ka patur emrin e para, që fillova punë direkte. Aty isha për 1 muaj, më mbajti 7 muaj. Aty njofta me Bertin. Me partnerin e ri. Po e këmbu martesën këtu në komunë të gjitha, i kam bërë të rregullta me dokumenta, jam me gjitha. Sa kohë ke që je martuar me Bertin? Unë më ka marrë në 2020, po bëjmë 4 vjetë. 4 vite. Je të lumtur të uroj. Faleminderit zemër. Lejon e dashur Etleva të pyes? Po. Si e njohur me Bertin? Do të thënë, ty të vdiq bashkëshorti i parë, erdhe në Itali për të nisur një jetë së re, si u njohe me Bertin? Unë e kisha me sinqeritet, sa do ta flem mendjen, kjo është jeta ime, mbaroj me kaq. Do punoj për veten time dhe për vajzën ta ndihmoj, se unë vetëm një vajzë kam. Nuk kam se ka motër, vëllezër, jati, burri që vdiq. Është një. Tash me mua mbaroj jeta me punoj të ndihmoj dhe gocën. Ti jem ka gocës. Edhe më thonin motrat, son një vlla kam, se një vllë ka vdekur 27 vjeç. Unë do gjë shumë historira, po e imja nuk e di të bësh film, do marri Oscar. Më thonin motrat, më ti e re. Neve na iku se kishim 4 kalamaj, tjetra kishte 2. Themi Etleva të shtyn motrat që ti të gjej një partner. Po ku ta gjesu që nëse unë brënda, ishte 24 orëshe. E kuptoj. Edhe në Facebook, në pranoja njerës të huaj, i eliminoja. U shikpoj në fut Berti, të unë bëj gjithmonë emrin e babit, Gjakolli. Se jemi nga Skrapari, nga Sreneci, mamin e kam nga Përmeti, nga Gosnishti. Nga cili vendi Skrapari ti jeti, se dhe unë nga Skrapari jam? Po e di, unë jam nga Sreneci. Unë jam nga Çepani, babajnë e kam nga Çepani i Skraparit. Duhet të njëtër, po qishte babi im. Dëgjoj, mos pyesi më njëra tjetrën, se po e pyetëm do dalim kushurira, është e sigurt. Por Berti ty të hyri në Facebook dhe çfarë ndodhi më pas? Ma trego këtë historinë tuaj të dashurisë. Në Facebook, edhe më merr në telefon, mbas 2-3 ditësh, unë mori, po s'mori që ta marrë kot.
Edhe kur më merr në telefon, i thash më fali, më njihni mua personalisht, i thash. Jo sa po më bëri përshtypje mbi emri juaj, thë. Ju do jeni këtej nga zona jonë, thë. Po i thash unë nga Kulla, afër Manxës. Po, Miniera e Manxës. Beti është në Sukshi vetë. e qartë. Ande këtej me mbi emër, jo babin, mbaj mend babin, thoshte mua, mbaj mend të, si ka qenë përgjithë sektori, jo këshilli, këto gjëra bënte babi. Ai thash faleminderit që më mban në ruan akoma respektin. Unë prandaj kam emrin e babit, Xhakolli, thash, se gjithandej thash e njohim. Më tha mua, tha, po mirë, tha, ju ku jeni? Në Itali ndodhemi, thash. Në Perugia, se unë jam në Parma tash. E qartë. Edhe më thot mua, ku punon? I thash, jam bagante. Unë se kam për turp, po deta për ti jam bagante. Po jo, vetëm puna nuk është turp. Edhe më thot mua, po ti në Perugia, i thash, punoj, jam bagante këtu, prandaj kemi orare që nuk flas dot në telefon. Telefoni ullë zërin, do me thënë as me vajzën time, unë nuk flas dot. E qartë. E martuar, thash, më ka vdek burri, thash, jam edhe, që burë ka mund t'isha me burë, do isha vetëm tu, i thash. Do kësha marrë dhe burri me vete. Më ka vdek burri, thash, jam edhe. Më tha ma dhe unë jam i ndarësën. Kam një djalsa, po të them të drejtën, sa më akuzon njëra, që nuk kemi patur shumë kontakte, që më thot, ke dhe një vajzë me mua. E kuptoj. Pra, një tjetër grua që ka patur një marrëdhënie të shkurtër, po? Më akuzon njëra, një femër, tha që thotë ke vajzën me mua, unë nuk e ndjej, se t'ishte imja do më të rishte gjaku, thot. Dhe kërkoja. Edhe i thash unë, po si ka mundësi kur të akuzon tjetra, ti pse nuk i bën një ADN, asaj fëmije. Po, për ta verifikuar. Ishte i sinqert, do t'i da. I thash, dëgjoj këtu, nuk kemi mosh, ti e djegur, unë e djegur, unë dua çdo gjë me letra të hapura. Nuk duhet më dalin nesër muhabetet. Unë nuk kam histori, nuk kam patur partner. Unë nga puna në punë. E kuptoj. Nuk kam patur lidhje me jashtë, në meshkuj. U lidhëm neve deri nga gushti, ka qenë gusht. Shtatorin, flisim qa bën, se Berti bënte rrugën Zvicër, Gjermani, Itali, se kam është me kamion tash. Po. Edhe, unë nisa, thoshte u ktheva, futa në dogan, a mirë, rrugë të mbarë, thosha unë punë të mbarë. Kur qosh në mëngjes me mëngjesi, kaq, nuk flisim më tepër. U lidh me motrën e vet që i ka këtu në Itali Berti, se janë motrë dhe vlla, ka pak Nazimea. Edhe i thot ky Berti, i thot motrës vet, mo kam njoftu njërën, ai se ka vdek burri, ande këtej, me origjinë nga Strapari, nga Përmeti, e kemi nga zona jonë, tha, po jam njoftu në Facebook. Edhe i thot, fol ti, i thot, shikoj njërë vet. Kur më merë ma e motrë në telefon Eli. Po. Edhe ande këtej, unë jam motrë Berti, unë fali, i thoshëm po, nuk e prisja këtë telefonat. Ja e kërkuva një të Bertit, e mirë bëri, thash. Thash kemi krijuar një telefonat, i thash, më merë, më përshëndet, ande këtej. Unë thash, më ka vdekur burri, thash, po punoj, tani kam që në 2017, edhe tani, thash, 2020, unë po e një Bertin tash. Më tha ma kështu ti ka treguar gjitha popojt, tash të gjitha më ka thonë dhe për këtë vajzën, dy shumë të gjitha. Në momentin që ti foli me motrën e Bertit, filloi le të themi ajo marrëdhënia e ngushtë mes teje dhe Bertit. E Bertit, ore i thot, ti ke nevojë për femrën. Edhe ajo tash i gjyr nafat e si po rinat ditë rizgjuar me pleqë, se maja dy pleqë. Po. Ishin bure blu. Ajo shumë e lodhur, tha, pa e gjumë, tha ndekte. Pse tha nuk lidheni? Nuk lidheni, paka shumë e keni marrë vesh njëri tjetrin. I thash shumë martes nuk bëj, i thash për një, po s'me njova, po s'me njofti, i thash mirë. Nuk pranoj, i thash, jo ato, i thash, po kushto që t'ishte, se s'kam pranor asnjë, i thash dhe tani. Kam qenë shumë e serë, shumë e egrë. Edhe, Po. si për njërin më thot mua shtatori, më thot mua në tetor, Berti. Ditën e shtunë, tha, ma do vi të marrë në mëngjes. Do nisëm nga ora 4 të mëngjesit.
marrë motrat unë ande nga Shqipëria, i them, këtu ka vendosur. E rita për ne, tha, më që se që ka këti nga na jonë, tha. Ashtë i vendosur, pas ke forë dhe me motrën, të gjitha ke pjekur të tëra ma beti, tha, nuk e pse zjatë, tha. Por vajza jote si e priti? Po, e fola dhe me vajzën, si mora vajzës për paraleli, thash, mam, se mbite gjithmonë gosash do 3-4 muaj, më vinë të ke plaka që më takonte me dhëndrin, se ere dhëndrin, njova dhëndrin, se nuk e njësha. Thot, mami, thash, unë e di që shma betë, unë kam njoftë një. Edhe i thash, i nda nga gruaja, do me thënë një martes 27 vjeçare e konsumuar, se këtu ndryshu ka jeta, Odeta. Unë kam qenë në Greqi dhe në Shqipëri, po këtu Italia që ka xhungële. Pse? Xhungël. Femrat këtu janë skandaloze. E di si thosha unë Itali, këto kur vishin që dukeshin, se unë Tiranë kam qenë, në Tiranë. Po, ti arritu në qytet. Amen. Këtu brenda, të njohësh nga afër një opinion skandaloz. Me pasërti dhe Berti thot nuk e di qa tipi ke tim, thot më që nuk ke asnjë shoqe, asnjë gjë. Ore i thash, nuk e kam besimi dhe kësaj që kam veshur i thash. Me këto që dëgjojun këtu në Itali, qa bëj këtu me këto femra i thash. Ja. Fola me vajzën që kështu i thash, mam këtu i thash ma beti. Mami tha unë nuk të ndaloj. Edhe ti ke nevojë, tha, për një njeri, tha, jo se do bëni fëmijë, do lini, do shtoni, do bëni, po ke nevojë pishi cigare, një kafe, tha, kesh një shok. Nuk ose zë një sot e zë një nesër e një pas nesër. E di që ke njëm, tha, mua, tha, ke nevojë, tha, unë së të ndaloj, tha. E more dhe miratin e vajzës. Po, e para ka shumë vajzë një që më tha. Po, unë dua të jemi smit me ju të dy, i thash. Eva tha, gabim bëre që e thetë, por mua tha vazhdo jetën. Dhe ke marrë një vendim shumë të shkëlqyer. Po patjetër. Në moshën në të cilën je dashur, padyshim që jeta nuk shtyhet e vetme dhe nuk e bëra asgjë të keqe se ke nisur jetën nga e para në këtë moshë, ke gjetur një partner, nuk është asgjë për të paragjykuar në këtë mes. Kështu që ke marrë vendimin e duhur për veten tënde. Të thonë që nesër pas nesër goca mami me dashnor. E urej veten time, vras veten të mbaj unë dashnor. Se kam, nuk e kam me gjakën, të mbaj unë shok dashnor. E kam se termin më vjen shumë vështirë. Edhe i thash, unë jetoj me ty, i thash, po problemi janë se nuk të mbaj dot për shu, i thash, për shoke. Jo, më thë mua, thash, ta presh Itali, po pata të mëndi, i thash, se ty, ti në Itali të 30 vjet, i thash, ngele ti të marrësh mua, i thash, tash i ka marrë unë zjas gjuni, i thash, asgjë. Por ma nuk ka rëndësita, ma rëndësi ka njeriu, tha ti pas. Me 20 më vjen mua në 9 panqerek, vjen ke familja ku unë punoja. Unë i kisha bërë çantat, ato po qanin, mocat e plakës, plaku. Që do ikje? Edhe tha, Berti, thash, marrim çantat, me ascensor visbresin poshtë makina. Unë merë çantat, ato qanin, tha Berti, tha, po që ku ke vdek, tha, mu që po ikëm të. Unë s'po marrveshëm, tha mu, po qaj dhe unë, tha, më mbushën dhe mu që me lotë. Po jetove me ato, ju shërbeve dhe padyshim që e ndjen mjesën tënde. E ti udhëtove me Bertin dhe u vendose në Parma. Si ishte jetesa me Bertin? Filluan pastaj për dokumente, filluan ma betet e ditës, i thash Berti, sa ke kaluar ti, mua nuk me intereson fare, sepse nuk kam qenë unë. Ato që ka ndodhur. Po unë dua të jem në përtësi të gjërave. E qartë. Nuk ka problem, ne të dy jemi shok. Ne do të flasim shumë hapur, që të flasim nga jeta ime, ti e more vesh kush jam unë, i thash, 5 vjet ka e familje, i thash, e more vesh kush isha unë. 4 vjet e gjysmë kështu. Dashur Leva, tani ndalemi te problemi që realisht ti më telefonove dhe do që të marrësh një zgjidhje. Ishte ndar, dhe ishte ndar nga buri, edhe filloi ishte lidhur me testim. Që ta kuptoj qartë. Unë aty gjova. Që ta kuptoj qartë. Partneri jot Berti nuk e ka problemin me gruan e parë, por me partnerin e dytë që ka jetuar për një kohë të shkurtër. Me të.
Si quhet kjo zonjë? Gjulieta Ferraj, shiko në Facebook t'i këntruri. Ajo thot jam artiste, koreografe, kujtusit regjizore, qa nuk thot ajo? Por Ajo nuk merr vesh. Berti si e kishte njohur këtë? Sepse kjo gjë ka ndodhur përpara se Berti të martohesh me ju. Kjo tash ka qenë testimona DJ-uve. Po. Edhe këto dalin der modern që i bjen portave. E qartë, po? U shkon ke dhe në Parma, se rinë në Parma, ta nuk e di se qa rrugë nga Parma. Edhe del kjo që i shkon ke dera Nazimes se i bje derës, del Nazimeja. Buongiorno, i thot kjo. Po, buongiorno. E foli italisht kjo, Gjulieta. Po. I thot kjo, unë nuk di për disë, unë jam shqiptare, i thot. Ua, dhe u shqiptare, i thot kjo. Se është kështu, është nazelijet që kjo. E qartë. Hajde futu brëndë, i thot kjo. U shqyqyr me ti që të bëj dhe unë jo ma betë, se ngella vetën se kam djalin në shmëndar nga gruaja dhe punon shofer. Po ka ikur në Greqi, që shkon, bën transportet, kama unë 12 metra. Kamionin. Futet se kjo bënte një strisk që i thojnë të ambërsi porçarët, kjo e përdorte shumë Nazimeja, me arak shumë e gjëra. Edhe e që rastë. Fillovi Nazimeja, jo djali, te jo për, nusja, o munda djali. Por i me djalin vetëm, i thot edhe unë jam darë, e fillot të qante kjo. Mua më turturon të burje, më rritë të burje, të kam dhe një djalë, 4 vjetë, 6 vjetë, ku nësaj tishtë atëre. E qartë. Filloj të frekuenton të kjo tani Nazimen për ditë, Odeta. Të shkonte tek vira juaj për ditë, e qartë, po? 7 orë, 8 orë, vite për ditë, 9 orë, i thoshte Nazimeja Berti, po ka njoftë një gostëmi, një nuse, nda nga buri, ajo qani, ka një histori që ka vujtë shumë, më tregon për ditë, i thot Berti, mos fut njeri në shpit njeri që se njerë. Po unë kam qef ta bëj ty, se është edhe bukur, më pëlqen, është e mirë. Qani shkreta për jetën e vetë. Etliva, këtë partnerin e dytë ja pas ka njohur nëna Bertit. Po. Çfarë ndodhi më pas? Se Nazimeja nuk dilte në bazare, në rrugë, nuk dilte. Pazarin ja bënte Berti. E kuptoj. Por çfarë ndodhi më pas? Mes Bertit dhe asaj. Edhe kam nisur ori, tetori, nëntori, dhjetori, janari, shkurti, në mars, kjo e thot Nazimes. Kur takoj Bertin, të vinë një dite me qoni për drejt, takojnë Bertin. Mblidhemi gjithë. E thot Nazimeja, i kam lënë të dielën se do vija ajo Gjuli, tha me gjithë qoni, po ti s'ki për të daljash. Thot Berti, amano, mas të shmë thekë për para, ndoj qa pune ka mu se njofe. I tha nuk e bisat bëm tash, i tha Nazimeja, i tha shtë vi. Erdi kjo, i tha Nazimes, mos brini bukë se do t'a bëjë, kuna e solli bukën gjithë e djegur, tha Berti. I tha Nazimeja, po t'ki pas ke djegur. E po në ato kohë futa të bëja banjo, unë edhe mu dojq buka. Angëm ato tullën e këshu, tha po, hajtë më tha. Ka historit forta Berti, kam 4 vjetë për thuj se Odeta, nuk më ka thënë njerë nga këtu shko atje. Jo të vë dorë. Berti dhe mizat më futet mua këtu, do me hapi për në dali, thot. Le dali, thot. Të do dhe të respekton. Nuk di dorë Berti, nuk e njës. Këta më ka thënë dhe motre vetë, edhe quni gjajs vetë, nusja quni gjajs, Eva vetëm për këtë, tha Berti, tha është njeri, tha që nuk vë dorë. Qartë, por ndërkohë më tregoj për lidhjen me Gjulietën, Gjulieta Ferraj. Ajo konsumoi... Më falë. Po. Para se të vinte, ajo i kishte lidhur qirësin e derës Nazimes. Kishte bërë fotokopje. Por i lëjtë të i dilte, i kishte vjetë. Po pse e kishte vjetë? I kishte vjetë qirësin. Mori vesh që Berti, shtunë të dirë bënde karaoke dhe vinte në orën 3:30. Këto t'i themun gjethet misja, se Berti qanë, kur i tregon. Qanë, si e gabova unë, Eva, unë njofta më të femër, thot. Si gabova, thot. Ata u lidhën të ty? Priti. I vodi qërësin e derës Skopje. Edhe ikën. Angrën drekën, këto ikën. Faleminderit. Kur kjo ditën e javës që erdi,
i vite për ditë Nazimes, më kënaqi me gatimin tënde të për se gatunte mi Nazime në fakt. Gatunte. Bënte jo byrek, vitale byrek për ditë, edhe dhe qunit, me vete Nazimeja, gjyna, taj, se gjyna. Edhe, ku qëllove ditën e shtu, në orën 3:30, në dark, i thot kjo. Nazimia po pi laç që nuk thot se po pi këtë laç duhet të shtrym se merret mendja. I thot kjo mirë ti mami, i thot, nëna Nazime. Shtriu ti se mbyllun derën, natën e mirë. Në orën 3:30 dëgjon shkallën që po vite Berti derën. Berti hap derën, shkon në banjo, bën banjo. Këtë nuk e pa në sallon, si ishte në qefur, ke divani. Po më të çudit. Ja për të kafe, mos më rënë mua në bark. Po shpirt atyre që kam vdekë, ma ka treguar dhe motra vetë. E qartë. Që që nuk të gënje. Po, ma të Atë në syra saj. Berti shkon e shtrihet, as 10 minuta, zëmrejme. Kjo i futet lakuriq pa rroba në krevat Berti. Ja shkita e shkuar e jotja. Ç'më intereson të mua deri si ishte. E qartë, kuptoj. Ti futet lakuriq, edhe Berti e ndjen, edhe se më kjo, thot Berti, zemra, jam unë Gjuli. Që do bënë të pësa i maroj puna e që ishte. E tema. Ti të gjoni sori, po kjo imi ashtë për 3 muaj qasi televizori, jo 1 ditë, e 2 ditë. Kur mbaron pun kjo, ngrihet në mëngjes kjo, kur ngrihet dhe Nazimeja. A mi mëngjes në namazin, po ti erdi, thot, sa erdha tani, thot, takova që i Berti, se drejke se kam djarin vetëm. Iku. Pra, ai është i bindur që nuk e ka lënë 7 zënë, e qartë, e kuptoj këtë gjë. 100%. Çfarë ndodhi, sa qëndruan ata bashk? Filloi pastaj tha debati. Kjo fillovi, tha, kë mbani ju në gojë, tha, çunin tim, tha, mbani në gojë. Edhe vini qëllon Bertin, në shpull. Më dëgjoj me vëmendje. Po të dëgjoj. Këto regjistroj, shkruaj, unë nuk hall asnjë llaf, nuk bëjmë mbrapa. Unë t'i them gjëra troç. Edhe i thot Nazimia, i thot, më i grua, i thot, unë e kam kaq djalin, tha, 52 vjeç, sa 51, 52, sa ishte Berti atëre. Unë si kam gjutur një shkullë. Ti gjuash djalit tim, tha, në syrin tim, tha. Qa të bëri djalit? Se mbani ju qonin tim gojë. Jo, tha, djali po thoshte për mishin, kjo është e jona, kjo është e juaja, kjo kështu. Ne po rregullojmë gjërat. E kuptoj. Ka qenë një sherr banal, le të themi. E të leva sa kohë qëndruan bashkë ata? Nuk ka qëndruar fare, do të dalë këtu se kur në kohë që bëni sherin, usmu erdhi Berti që usmu nga këmët, i thot, qa ke mami, thot? Më dhëmin që këmë do Berti, po s'ka gjithë se do kaloj se këshu i kam unë me këmë. Mos ke dalë gjë jashtë, i ke nëzirë mamin ti i tha jashtë. Po, tha, kemi dalë gjirën e veta. Po ti mami tha nuk bën, tha, për këtë gjatë, tha, nuk kam. Ku ti thua tije, kush je tije, qa i bëra une, e fillovi, tha. I tha Nazimia, mamit keqen, i tha, pusho, sa merri djali nga puna, tha, për që është i lodhur, tha, unë jam pa qif, tha, po pushon, mo, i thështë. Do marr policin, që ti me insulton. E kupton? Po. Vindë policia, unë pa u zhveshur dhe Berti gjela në zjarë, kjo një ta marrë mua, tha me Nazime, na futi ke dhoma i gjumit, dhe na kyçi. Në orën 2 të natës, nuk pushot e sheri, tha, më insulton, më ofendon, më bën. Ku di Berti të ofendoj, ku di Berti pra, të rafi, ku di. Pra, ai denonцoi Berti në polici se ai kishte ushtruar, le të themi, dhunë psikologjike ndaj saj. Vjen policia dhe i thon Bertit, hape derën. I thot Berti nuk e ka mund qelsin, e ka ajo qelsin. I thot policia, po se si bëri Dinuçi, thash more, se ku e shtron 2 persona në dhomë. Mbajti jo me dhunë 2 persona. Ti bëj kundra Dinuçi, thash. Ku dinim ne atëre, ku dia unë e kisha të merr atë. Sa jo 1-2 tha policia. Por vjen policia në 2 të natës,
Hape dera, e hap derën. Kjo dali mi thot, no Alberti, thot policia. Nuk e di, thot, nuk e di çfarë do bëj me këtë femër, unë thot, është shumë problem, tha. Del nga Zemeja, dhe e di çai ka thënë hera parë në jetën e vet, që ma ka thënë dhe Eli, motra e Bertit, është kthyer dhe i ka thënë që ka p***na më e madhe, tha, në botë që kam njohur, tha. Është hera parë, tha, që po flas, po e ndy gojën time me ty, tha, po ti që ke një femër jo e respektuar, tha. Nuk ja fal vetes këtë që i kam bërë djalit timi, tha. E qartë, sepse ishte nëna ajo që e njohti Bertin me... Do me mora në qaf djalin, tha. Aty filloi qante kjo. O Berti, o mami, musik, o mami. Lipsu tuti, thot nga Zemeja. Asaj nate që ajo e denoncoi Bertin në polici, ata u ndanë të dy. Po, Pas ndarjes, ajo i ka thënë Berti që jam shtazan, do me çfarë ndodhi me fëmijën? Jo. E merte në telefon dhe i thoshte Berti nuk kam të haj buk, më ke lënë si i gjarpri që poshtë guri që ha bishtin e vet. Mbaj mend, thosh përshprehet. Më ke lënë pa buk, më ke lënë si gjarpri që ha bishtin e vet nën gurë. O do më sjellësh buk ose do marr policinë dhe do t'i them që më ke lënë pa buk. I blej gjëra që kjo hante. Po. Edhe merr në telefon vini se ke jashtë derës. Kjo, në gjeti momenti që Berti ishte në punë dhe shkoni hap derën dhe i merr komplet rroba dhe i çon ke shtëpi e vet. E kuptoj. E boshatisi shtëpinë e Bertit. Kur vjen Berti nga puna me Frankon, s'ma tregoi ka artu Frankon me shoqen e vet. Po. Me gruan e vet, është italian. Vjen Berti nga puna, edhe shikon shtëpia bosh. Ore, kam pjesë shtëpinë, thot Berti. I thot Franco, merr policin edhe bëj dinuç, për punë e shtëpisë, kush ta gjej policia. Jo, i thot Berti, prit marr njëra atë. Atë. E merr në telefon. I thot, më po ti, tha, ke ardhur në shtëpi ke marr plaçkët e mia, i thot, po, i thot, do vish që mua ti jetosh me mua tani. Edhe me djalin. Se paguash ti qire atje. Ato le që paguan ti, i haun me djalin. Dhe çfarë ndodhi? Fillovi marsi, prilli, maj, qershori. Policia muj për muja, Berti ishte jashtë pastaj, flinte jashtë. Po 2 ditë rinim, tha, 2 ditë, tha. Mirë, tha, unë gjithë mu 28 ditë, tha, unë rian kamion, tha, pastaj. Do me thënë, u ribashkuan, por patën konflikte. Ishte 2 ditë, ishte 1 muaj nuk vinte, 2 muaj nuk vinte, Berti. Kur kjo u push atyre, kote fundit, ngritë këto dhe thot Berti, unë të dua tyje, më fale, anksha më fal, nuk bëj më. I tha Berti, tha, ma nuk më pëlqen këto gjëra kështu, tha, i ka ajti, tha, unë po kam vujsa dhe po voj akoma, tha. A jenë të reziti, i tha, po si është puna. U push kote fundit, kjo e lidhi Berti, se në ato kohë, kur ishte Berti, kjo fuste një festimin, se kam folur me festimin, se kjo i bënte festimin të vdekur me tumor në kokë, me kancer. Festimi gjallë, në dhërmi. Pra, kjo... Berti e dinte. Gjatë kohës që ka qenë me Bertin, ka pasur të dashur dhe këtë personin. Kishe dhe Bertin kjo, kishe dhe këtë personin, i kunazimja ke Eli. Kjo, kur ishte Berti në punë, se festimi, mbarot e punë, vite Berti në darë, Berti smerte dhe shfare. Ja, unë jam gjithë ditë më të odit, Berti më amikën në mëngjes në orën 6:30 ose në 5:30, edhe më vjen në orën 7. Di Berti që kam bërë unë gjithë ditën? E qartë, e kuptoj, por çfarë ndodhi më pas? Kjo, edhe i thot Berti, dyshovi Berti, se në kohën që kjo ishte në banjo, në për shtëpi bite telefoni dhe shtuan të kapo. Po? Kapo ishte, i thoshte apu WhatsAppin, i thoshte festimi. Edhe ky më tha mua, kur u lidha unë me këtë, unë e njoh atë, tha. Ai ishi budall fare, tha. Ai tha, çai ka bërë ajo, tha, ajo e ngjitë me polici, tha, u shkoja në shtëpi si a gjumë, tha. Goca është e imja, tha. Priti. Kjo tash i ngrin këto dhe i thot kjo deki në Shqipëri, i thot,
martohemi se nuk ka kuptim, kështu tani të lidhemi tamam me rregulla me gjëra. I thot Berti, o ma thot, kështu, si t'ja bëjmë, se kërkoj falje jam dikti. Pa hajtë me ja falin, i tha Nazimeja, tha, po që frikë e kam, i tha. E kam frikë. E vdikë me policinë, tha, në ngellu me policia, thot, largoni, ikni juve, ose kjo po në të rejqë, kjo po të rejqë. O mamit ma thë shere fundi, njësën tanë për Shqipëri. Kjo kur ikën, shkojnë prapë në Vlorë me Bertin kjo, edhe ikën nga në gjësi dhe në darë. Kërko Berti, kërko vlaj, ku ishe? Isha në pyllë, se ma më përqen pylli shumë. E ka rauri vlaj, ka qarë hundën, e ka pak me defekt ajo, e ka përplasur, i tha nga në gjave ti, tha jati më i korbi, tha, që na i nëzive ratën, tha. Iku, tha, vlaj. Iku dhe policejtë, i tha jati, ore lëri, tha se, kjo po na vëbojnë, tha. Por, kjo vajzë. dua të pyes, Etleva, të lutem, sa kohë qëndroja me Bertin e martuar? Nuk martua ju, fare. Unë su martua nuk e bën fare celebrimi dasmën. Fare, nuk bën celebrim ajo. Para se të vinte këtu, ajo me 2 teste për të bërë që kanë ngirë shtatzan apo jo. Dhe i thot Berti, që ti tha me teste, tha, po ja, kuj dihet ma se ka ngirë shtatzane, me këj, tha Berti. Ne s'kemi bërë gjë këtu, tha. Këto ditë këtu, tha, ne kemi qenë me policira, tha. Kemi pas qere, tha. Dhe që ne ke bërë ti, tha, me mua, tha. E me Berti, kështu dhe i thot, ullu tash, i thot Martin. Kjo, në konë që du ulesh, dorëm kështu dhe i bje derës me kokë. E i thot Moza, turpi, tha. Qa po bën ti, tha. Ti bosh keqe dhe Berti. Kjo ikën, hypër në makinë, shkon ke Gjemja, ke shpia, ishte me gjithë shoqin, edhe e merë Berti e vë në krevat. I tha, tha gjumë, qunin e kishe lënë ke gotë ka e Mozës në plazh, se kishe shpinë Moza atje. E qartë. Shikoni këtë ju, i tha, se unë po ikë atje. Kjo ngrihet as gjysmore, 10 minuta. E merë atë Gjemen dhe të shoqin, Berti, ku i pa i lekeni? Qa dhafesh? I tha Gjemja, më namu i se ora 2 natës, i tha. Vajti, tha, ke djali, së djali vetëm ati dhe Ana, tha. Në mëngjes ik, tha. Jo, do ikjo. Një ta marë burin e Gjemes kjo, janë kushërime në Nazimen. E shtyr në mur, hapë dirën dhe ikën. Dhe ka marrë një taksigji që e njofun ato taksigji, unë beni. Nëse Berti ti, thot qa flet, Nazi na ka rritur neve gjithë suksin, qunat e suksit. Kështu jam ndarë, Etleva. Shkun kjo. Kështu jam ndarë? Priti, shkun kjo në polici. E fut Bertin, vjen policia, arreston Bertin. E kapi në mëngjes, në orën 3 ca, u ngritën të gjithë pasaj me dëshmitara që ishte aty ke klupi, njerëzit e vetë ande morën telefon, policia. E i thëtan, ore, po kjo dhe në tha që nga ka rapor Berti, nga ka bërë, i tha Berti, unë se kam prik me dorë, më vajt. Ku di unë të rafë, thët Bertire? Qënë të gjëra? I tha kjo, jo, lërin, i tha se do ikim neve, kemi dviletën, do ikim në Itali. Mbas një javë, kjo i thot, Berti, më si për të ngranë, se kam gjerë me barë, jam me barë. Berti, që në ato moment, nuk e besoj që ishte fëmija i vetë. Jo, fare. Kjo ikte, Odeta, ikte. E kuptoj. Mendon, pra Berti e ka menduar që nuk është fëmija i vetë, e ka tradhtuar. Ata u ndanë të dy me njëri tjetrin. E kuptoj qartë. Sot vajza është 9 vjeçe. Priti, në kohë që lindi, kjo ishte në spital. Po. I thot një kohë qare, se e mori në qafë dhe një grua, e ndau se e lidi dhe ma të testimona t'i qehuve. Edhe i thot, ajo është në spital lindi, hajde mere, i thot, se kështë thot kjo. Thoj Berti vitë mari. Berti thot, që pun kam unë, i thot. Kjo e mere asistensë sociale dhe policinë dhe i thot, unë janë në spital kam lindur, bashorti im, ish bashorti im, se bashorti im thot akoma jo dërsa i thash unë, i shkujta unë asaj. Ku e ke bashorti atë, ku e ke certifikat të martes, ndarje. Ku ti thu bashorti, i thash maj. E fillove me Berti, i thash, po luftën do e mbarosh me mua, i thash. Unë nga strapari, i thash.
Sot vajza që ka ardhur në jetë, që ajo ka thënë që baba ka Bertin, është 9 vjeç. Po. Berti e ka takuar ndonjëherë fëmijën, vajzën? Fare që 10 mushë, 11 mushë, s'ka punë më Berti me gocën, se ka taku ma. Ja ka dhënë atësim Berti vajzës? Një dha me polici dhe me asistencë sociale. E qartë, tani ju jeni në fazën që doni të bëni analizën e ADN-s për ta vërtetuar nëse ajo vajzë në vjeçare ka baba Bertin apo një person tjetër. Doli ky tjetri. Fola unë me besimin, me këtë Nikolën. Se ky ka qenë këtu dhe ka përgjën policia italiane ka patur probleme. Pra, ju keni arritur të gjeni të dashur që ja ka patur, dhe çfarë ju ka thënë i dashuri i Gjulietës? Po, se këtu tash që dhe në 5 vjeqe është ka të drejt baba i bëja gënën. Po kalovi 5 vjeqe fëmija duhen fakte, dokumente. E qartë. Në atë kohë që i ka për një atë fazë neve, ka qenë 7 vjeqe goce. E kuptoj. Por e zbulova unë. Edhe thot avukati dhe gjykatësi, thot, duhen fakte që ta vërtetojmë kjo fëmi është baba i filanit, që thot dhe ai, baba im, thot goca. Se goca, kur fliste në telefon, më shumë fliste me Nikolën, kjo pushimet verore i bënte me Nikolën. Se Berti nuk ja jepte martesën, nuk martohesh me këtë. Dhe në 2018, në 10 orë, ka bërë martesë me Nikolën. Pra, ajo është martuar, e qartë. Ndërkohë, ju jeni në proces e qartë, Etleva, unë e kuptova komplet historinë dhe denoncimin që ti bërë ditën e sotme. Ju sot jeni në një proces gjyqësor së bashku me bashortin tënd Bertin për të vërtetuar fëmijën që solli në jetë zonja Gjulieta, nëse ka atësi Bertin apo jo. Nëse Gjulieta do të dëgjonte, ke diçka ti thuash? Çdo gjë paguaj në të botë. Po e bëre gropën tjetrit, do bie vetë brenda. Ajo ka përtron me këmbë të veta brenda. Si ka hyrë frika. Flet bustat e pagës të Bertit. Dhe busta e pagës, po çuditërisht, kur kjo thoshte bashorti im, pa dokumenta, jepte 400 ca euro Berti. I kam këtu. Pra Berti për vajzën ka paguar ndër vite lekët. Edhe pse dyshon që nuk është vajza e ka paguar gjithë. Nëse del analiza e DNS dhe del baba që t'jetë Berti. Unë jam 50-50. Jem me femra, të kuptoheni. Unë të gjithë po e bëj këtë që ajo fëmijë të shkoj ke gjaku vetë. Prandaj desha të pyesja, për çfarë e ke nisur këtë luftë? Po sikur t'jetë Berti babai. Shiko, fëmijët nuk kanë fajën. Patjetër, ata janë pafajshëm. Janë pafajshëm. E gjithë këtë që unë po bëj, gjithë këtë lëmshin që unë po bëj, se këto janë fakte, nuk më thot një person, nuk është fëmija im. Është fëmija im, e kupton që thot ai festimi. Se festimi ka takuar në moshë do dhe moshe. E shkonte kjo në Shqipëria çonte, se më tha ma festimin, se ka takuar më tha i tha. Se kam thënë mos e lejove. Po pra, ti po e bën këtë gjë për çfarë? Unë po e bëj që ajo fëmijë të shkojë ke gjaku vetë. Mirë të dashur miq, që unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse ju keni një rast për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 ose të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale ku mundohem të jem aktive dhe t'i lexoj mesazhet që ju më dërgoni. Dhe të gjithë ju që më keni dërguar mesazhe dhe doni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, në ditën e vijim do të jeni patjetër të gjithë. Ndërkohë këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro, ku unë çdo ditë me ju, çdo paradite, ndaj histori dhe denoncime që më vijnë. Faleminderit. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do kem një shqiptar, në fakt ai është një artist shqiptar i cili prej vitesh është larguar nga Shqipëria dhe është vendosur në Itali në Parma të Italisë. Ai ka marrë guximin të hyjë live në gazetare dhe ta denoncoj vetë problemin që ka, sepse vetëm përpara disa ditëve, bashortja e tij aktuale zonja Etleva ka qenë me mua në live dhe ka treguar problemin e Berti Bekja që ka pasur me partneren e tij përpara shumë vitesh me zonjën Gjulieta Ferraj, sepse nga ajo lipje, ajo histori dashurie
Ka ardhur një fëmijë që Berti Bekja, nipi i Dritoragollit, nuk pranon të jetë babai dhe pse ka paguar një shumë parash ndër vite për atë fëmijë. Unë dua në këtë momente të rikujtoj momenti kur Etleva, bashkëshortja aktuale, ka hyrë live me mua dhe ka treguar disa momente nga historia e Bertit me partneren e tij. Gjurieta Ferraj, shikon në Facebook ti Këntruri. Ajo thot jam artiste, koreografe, ishton ke dera Nazim Pesti bje derës, del Nazimeja. Bongjorno i thot kjo. Hajde futu brenda i thot kjo. Fillovi Nazimeja, jo djali, ti ju për, nuk që e mund da djali. I thot kjo dhe unë jam darë, e fillot të qante kjo. Mua më torturon të burje, më rritë e burje, të kam dhe një djalë. Fillot ta frekuenton të kjo tani Nazime, për ditë. Të partnerin e dytë ja pas ka njohur nëna Bertit. Po, kjo i futet lakuriq pa rroba në krevat Bertit. Kur mbaron punë kjo, ngrihet në mëngjes kjo. Kur të ngrihet dhe Nazimeja. A më mëngjes në namazhi. Po ti erdhi thot. Sa erdha tani thot takova që i Berti se do iki se kam djalin vetëm. Kjo, në gjeti momenti që Berti ishte në punë dhe shkoni hap derën dhe i me komplet rroba dhe i çon ke shtëpi vetë. Se në ato kohë kur ishte Berti, kjo fuste një festimin. Kishte dhe Berti kjo, kishte dhe këtë personin. Kjo, kur ishte Berti në punë, se festimin, mbarot e punë, vite Berti në darkë, Berti smerte veç fare. Ajo me 2 teste për të bërë që kanë ngirë 7 zana apo jo. Dhe i thot Berti, që ti tha me teste, tha. Po ja, kuj dihet, mas e ka ngirë 7 zane, me këj, tha Berti. Ne s'kemi bërë gjë këtu, tha. Mbas një javë, kjo i thot, jam e barë. Berti që në ato moment nuk e besoj që ishte fëmia i vet. Jo, fare. Kjo është historia dashurisë që Etleva denoncoi në live me Odeton problemin e bashkëshortit të saj Berti Bekja me partnerin e tij përpara shumë vitesh me zonjën Gjulieta. Ndërkohë që Berti ka marrë guximin, unë do hap dritaren, ai do hyjë në këtë live dhe na tregoj për gjithë histori dashurie nga momenti se si u njoh me zonjën Gjulieta Ferraj dhe momenti që ai u nda me të. Kështu që e ftoj Bertin. Berti, përshëndetje nga Tirana. Maria. Gjithashtu dhe unë. Atëherë jemi të dy së bashku për një problem që ka ndodhur përpara disa viteve në jetën tënde, pikërisht me zonjën Gjulieta Ferraj, e cila pas një live që unë pata me partneren tënde aktuale Etlevën, ajo është irrituar dhe ka postuar video gjëra që as unë sari do ta kuptoj. Të falenderoj që të kam ty që të na i shpjegosh të situatë. Si e ke njohur ti Gjulietën? Do me thënë që të na i tregosh këtë histori. Faktikisht e kam njohur në shtëpinë time, via Milan, ku jetoj në Parma, kur jam ndarur me gruan, kam të 27. Po. Nëna ime erdhi në që isha vetëm, no? Faktikisht ata dinin, zakonisht të shumë të gjeva dinin në Gjiro, pa në bimbi emër Bekja, me erdhi një çift, një italian dhe një shqiptare nga Durrësi. I thash nuk duhet ta di fare, më leni rahat. Kur e kishin marrë dhe sot, kishte ardhur kjo pas me një tjetër, shqiptar. Po. Shqiptare, kishte ardhur mamin. Edhe kishin futur shtëpi. Edhe kjo femra lente këtë gocën dhe vinte në shtëpi. Kjo Ticia. Edhe një ditë, 2 ditë, 3 e thot mamin shuk ajo qanca është e vetme, nuk ka buke, nuk ka këtu, a mamin e ka ftuar për drejtë, çfarë prekje madhësh. Gjerë mua me këto të shumë të gjërë, nuk do të di fare. Ata kanë punë të tyre, va bene, nuk janë punë dështim ato. Dhe qa thonë njëri që ka zgjidhje, njëri që tjetëri ka... Unë nuk do të di fare. Pra, në i farë mënyre nëna e të prezentonte. Po, me pak fjalë ndodhi kjo lidhje e kësaj femre që i thot mami mua, unë bëja karaoke dhe ishte mami të blerë buka ma, na bën një byrek. Mirë ta bëjmë byrekun, tha po se mora atë do ta bëja ajo bukë. Që ka kjo e zonja për gatuar. Unë sjell një bukë më të djegur që edhe e pa që aty dyshoj qikë dhe prezentimi asajt nuk ishte se do me thënë
ta gjeja në kuzinë me mamin duke gatuar, po i stërsevo nga dhoma, nga salla, edhe rinte si princes kështu. Po ja ka rogë të stunave të tjera, edhe gjej një natë, gjej që vjen në krevat. Kjo ka bërë të gjitha të këqijat, po këte kanë dulluar më vonë, kur erdhi Eva, që unë nuk e dija fare. Nuk e dija fare që bënde kjo. Kur unë i kam thirrur mendjes, që nëse e vetë Roberto ku jem më burë, me ndohë që kënë. Ka ndodhur shumë kjare të rënda, shumë, të më thëmë, sistem, fatkesia e madhe që unë përja karakoj e vjen shpijen në pëtja roba të shpikuishë. Berti, një shokoj një franko, I dashur Berti, e kuptoj që ti u njohe me zonjën Gjulieta Ferraj nëpërmjet nënës tënde ajo të prezantoi e nisi një lidhje. Dashur pa dashur, ajo u bë partnerja jote aktuale në ato kohë. Edhe unë ta quaj dhe dashnore. Ishte veçar. Nuk ishte, do më thënë që unë kisha përshërimin asaj që të lidhe me atë, po më vinte keq për këtë. A i thash, shiko këtu unë do ndihmoj derisa tjetë mundësia. Kjo filloi pastaj, më ka gjuetur në shkollë, dhe me shishën e ujtit më ka gjuetur në kokë, në sytë mamit. Por pse kjo lloj dhune, pse kjo lloj marrëdhënie mes teje dhe asaj? Unë e kuptoj, ka qenë një natë, ka qenë një flesh që ke patur me atë zonjë, të erdhi në shtëpi të fut në krevat, kështu e deklaron ti, dhe mbaroi aty. Ti nuk kërkoje të kishe marrëdhënie të tjera më shumë me këtë grua. Por çfarë ndodhi më pas? Sepse sot një fëmijë që ka ardhur në jetë dyshohet që ti mund të jesh babai. Dhe ti dyshohet që nuk je ti babai dhe kërkon të bësh një analizë ADN-e. Marrëdhënia ka qenë kjo. Kjo u lidh me mua në kuptimin asaj që mami më ngulte gjithmonë. Edhe vinte për ditë në shtëpi. Për ditë te mami. Mami mua më bëj qefi se mami ishte vetëm, unë kam bërë një punë kryenitarisë shofer, si që po e bëj tani, ikim gjesë e kthehem dargë. Edhe mami gjithmonë vetëm, almena është një njeri që është në mami dhe fesë shqip pakën, që mami italisë ku di. Edhe njente, u lidh kjo marrëdhënie. Nga një periudhë pastaj më tha mua kjo, jo, ne do ishim në Shqipëri, unë me mamin. Do vi dhe unë, tha kjo. E shkuam në Shqipëri, erdhe dhe kjo me neve. Shkuam në Shqipëri, për mrekullit Zotit. Edhe dhe ikim të shtëpia ime, prezentojme me prindit e mi. Hajde shkojmë. Shkojmë në Shqipëri, ne kishim shtëpi në plazh. Po. Tek proprio lagja e gjashtë në plazh. Shkojmë aty, rrim 2 ditë, të tretën të katërën, shkojmë në Vlorë të njësë e kësajt. Ham një drek aty, prezentojme me prindit e kësajt, baron filmi. Kthehemi, pastaj diskutoha që do shtoja unë, do bëj fejesën, tha mua. E thashën, për të shpejt, jo ndë po këte, shku në komunë. Faktikisht, kemi shkuar në komunë. Atë e komunës më tha mua nuk bëhet, Berti, do të lajmërosh 3 muaj, 4 muaj para, për që të bëhet. Shqyqyt Zoti ma dhaj, kjo nuk u bëhet. Pra, me sa po kuptoj dashur Berti, ti nuk e dashur të bësh një martesë me të, ka qenë ajo që të ka shtyr drejt kësaj rruge. Po. Edhe në si konkluzion, dalin që shkojmë në Vlorë, me pushime në Sarandë, kjo hikën nga truri, edhe këndoja, edhe kjo hiku mua. E kërkoj unë të gjej ku është, ku s'është, nuk e gjeta, e gjeta me rrugës. E marrë makinë, marrë blajnë, telefoni, dhe më që po, kështu ma bëri mo, që shumë. Sa ti e ti shketa, merë fut makinë ma shqetu, i ta shumë. Këto marrë të fungur. Jo një ande, jo, po, te e marrë me të mira, më pasaj të nesën në mëngjes, që unë i të për Vlorë, dhe i kam Vlorë, po kisa dokumentat i kisa gjithë në shpinë e kushturirës sajtë. Që që u detyrohë, po thesë në brashtë dhe isha pa patent, pa bankomat, pa lek. Ta u thesë në brashtë, e morë dhe këtë, shkuam në Durrës. Aty, në afton një gotë të dhe stime në Shuk, ka kishte një lokal ajo kështu. Edhe shkojmë aty dhe thash marrë kitarën, se me të kam përbuar, jam rritur me athërë, mi fjetë.
kur vjen nga Tirana në Suk, që isha në shkollë, ajo me zinë prishtë mua që këndoni me gitarit e si dhe këngë të reje që këndonin çunat e liçenit një tempi nostër. Edhe kjo për të lotët, e miku mua. Iku në vresh, ishte një vresh të shtëpia kësaj që ke vresh i kësaj gotose të time. Po, kjo marrëdhënie më duket e çuditshme, do thotë që ka pasur ndonjë problem psiqik, psikologjik? Ta them më vonë. Po. Ta them më vonë, do dalë. Edhe bëhet një kështu, thashtë të ikën shtëpi ku i jem, që hajde me makinë të ikën shtëpi, janë dhe po këtejo nuk vi. Po që të rishtu në mes, janë çunat që janë tunë barë, po anë e po pinë, të rishtuti. Po në kërë lektuti, janë dhe po këtejo nuk vi në grej dhe marën për dorë, e fusë makinë. Kjo përplas kokën të makinën më tjej. Të dera makinës për të futur, e përplas. Po qa bënë me të shimë, jenë vetë më shenë vetë, shkëm të shtëpi, të tezja, thash po lejk ta aty, thash, të lejt mamin, tezën, e bune tezën të shtëpia, të shtëpia të një gjumë aty, të çuni kësajt ishte bas me gotën e mozës, gotës të stime ishte të shtëpia ime. Sepse duhet thënë që Xhulieta Afera i vinte nga një martesë që ishte e dështuar, e destinuar të ndahej me bashorti dhe kishte një djalë. Pra ti kur e ke njohur Xhulietën, ajo kishte një djalë nga martesa e parë. Po. E njoha të djalin dhe kaq. Berti, i dashur Berti, incident aty, për të shëjtë se kjo është interesante. Po. Që mua më merë mami telefon, të të mua Berti iku Xhulieta, nga shtëpia. Ku iku mes? Ka shtyrë Skënderin, dhe Xhemen, të shpërplasin tokë, edhe ka iku me vrapsa, e ka marrë një taksi, e ka çuar në spital. Po unë tani po ta kisha rrahur të, si mas te, do shkojë të spitali? Jo, unë shkojë direkt të spitali, dhe që ndodhi me? Merë dhe një më tha mua, që këtu t'i tha pse ke rrahur, unë që kam rrahur, që kam prekur me dorë. Ajo do denoncoj në polici për dhunë, se ti e kishe dhunuar. Në policinë e Durrësit. Dhe puna në 10 më mbajnë atë natë në spitali që ishte një dhomë aty. Të nesër dalun, e kaq, bare mua beti kjo iku nga shtëpia. Ore ka shkuar mama ime që ka shkuar, ka ardhur policia në shtëpi. Se kjo është direkt e shtëpia dhe zgjidhje me manë. Që si thoshë, llafet, shiko, në qoftë se unë i kam harruar të llafet e pistës shqiptare, që flisin çunat përpara dhe më unë aty kam dëgjuar fjalorin shqiptar dhe më është kuptuar vitet 80, 60, 70, në vitet 75, ku isha i ri. Kjo kishte një fjalor më të poshtër, më të pistët si një rrugace. Rrugace, përke kam një rrugace unë. E nejse, nga jo erdhë u këthëm në Shqipëri, jo, në Sarand, u ndodhi që kjo ishte që keq, ndodhi keq. E s'ka në spital, më tha mua, si përmjerë, bëjmë test ai që mos të ngellë së thamë, se këtë deburin të këtë gjërë. U s'dje që fare se ka kaluar kjo në jetën e vetë, për para. Bëri testin për, që i thonë? Shtatzanis. Doli, e bëri 2 herë, nuk doli. U këthëm, kjo filloi prava do nervat e vetë, pasë këthëm aty, në volin policie, etc. Kur këthëm në Itali, më menë telefonët e torë, nuk e pranova më në shtëpi. Mamin e çova të motrajim. Pas gjithë ngjarjeve që ndodhen në Shqipëri, Berti, me këto incidente që ti po tregon, ti vendosi të jepje fund kësaj marrëdhënie. Po. Më merr në telefon nga tetori, krimi tetori, më thotë më kam bërë shtazasa, dhe kam vendosur ta heq atë farën tënde. I thash unë kam një djalë. Heqë, që të nuk e dua. Po në tetor, kjo mua vetë. Unë s'kam bërë lidhje, dhe me thënë, s'kishte kryer marrëdhënie seksuale me ata në periudhë. Në Saranda ajo doli që nuk ishte shtatzan, erdhi thu shtator, në tetor, vitin tetori doli kjo shtatzan dhe merr më në telefon, hajde do ta heq farën tënde. I thash hiqe, unë s'kam bërë gjë me ty. E qartë.
ndodhi, jo, ande, po këte e kështu e mbajti kjo. Si përfundim, jo, ma ka thënë jo vaj, mua tha, testimonizi që nuk hiqet, nuk bëhet aborti. Va bene, mbaj, për mua, unë di që fare. Kaluan vitet lindi fëmija, më merrin telefon centër sociale, etc. Me kanë bërë mua më ti telefon, policia, karabinieri, më merrin telefon, a i shiko fëmijën, ma kush qeni numër, për edhe që më tregoni mua, sa të shiko fëmijën që unë nuk e njoh. Pastaj kur kam shkuar se duhet të mbrapsh. Kur kam shkuar të saj thonë, që kam parë së vërtet që kjo ishte e varfër. Shumë e varfër. Kishte një krevat marinar, kishte vetëm një lavapjat, 2 karike të thyra, e asnjë gjë tjetër. Unë kam blerë dhomën e gjumit, mobiluar banjon, mobiluar sallën, bufera, televizora dhëm gjumit, televizor në sallë, kuzhinën e re. Që kur ka ardhur centra sociale aty, kanë gjelur kështu, sa është kështu, dhe? Berti, ti... A bazurët, unë kam bërë një jetë me atë, i kam dashur ta ndihmoja, në kuptimin, jo se desa, domethënë si kështu, vite keq, se qante gjithmonë. Berti, Qante. e kuptoj. Ndalemi pak tek fëmia. Kur fëmia erdhi në jetë, ti arritet ta takoje ndonjëherë, fole me zonjën Julieta? Pra ti në mendjen tënde e dyshove që nuk ishte fëmia juaj. Po. Ajo çfarë ju tha? Po. Po edhe da heq. Kishte bërë pronotimin për heqje, për raportin. Kjo gjë nuk ndodhi. Ajo fëmijën e mbajti dhe e solli në jetë vajzën. Edhe në telefon, centro sociale, karabinieri, policia, kushturit e sajt, miqtë e kësajt, jo ande po këte pse ashtu, jo po kështu, pa jo kanë ngel pa bukën dhe këte, unë i qëj bukën. E i kanë quar gjithmonë bukën. Merë në telefon, kanë ngelur si qarë, për i tha në ngurë që hangë bisin e vetë. Nuk kam qumës, nuk kam këtë, nuk kam atë, unë i qëj dhe i thosha unë nuk i thosha gjë të t'i qoj. Ja le të dera, merë në telefon dhe i këtë dera jashtë. Pra, edhe pse ishe ndarë. Edhe bën të denoncimin për x gjë. A nga për denoncimin e parë që të bëhesh atë testimoni i Gjehova. Të bëhesh unë testimoni i Gjehova. Ka bërë denoncimin e dytë, pse i thashun tani që në konti që të lash dyshemen, në orën 9 darkës kur vi unë që do gatuaj. Mua më ka arë policia në shtëpi dhe karabinieri në shtëpi duke gatuar. Unë gatuja, erdi policia në më qeke për të vëpën. U gatuaj dhe nuk për i që tonë këtu. Tha për kjo në mori telefon që ti e surton të. Unë, shumë i darkën. Të e surtimi. Kjo i bënd të si gjitha këto. Që nesë pas nesër unë, mua të më fusën të burg, më fusën të plapa, këtu në Itali, që unë më së kërkoja DNA e fëmijës. Dhe unë e kam haruar të. E kisha haruar. Jo që kisha haruar, po s'kam qenë të unë i djallëzua që të mendoja për shumë keq për njërin, keq për tjetër në apure kështu. Unë kam parë punën time dhe kam qenë gjithmonë kristian. I pasër që njëri që punon, vjen shtëpi, divertohet. E qartë. Bëjnë sakan, film, i sanatën kon la chitarra, të gjëra. Berti, ajo sa herë që ka folur në për intervista Julieta Fera apo qoftë dhe në rrjetet e saj sociale, unë nuk e kam njohur, por nga kjo histori u detyrova të hyja dhe të kërkoja mbi të dhe të mësoja kush ishte kjo zonjë, nëna e 2 fëmijëve, ajo për herë shprehur ish bashkëshorti. Pra ty gjithnjë të ka konsideruar që të ka pasur një bashkëshort dhe me ty ka sjellë një jetë vajzën. Kjo është e keqe që mua më ka vrarë më thebër, se mua më ka njohosur emrin. Ka njohosur familjen time. Familjen e parë që djali mua nuk u shet vetëm për atë. Tani prap me Evën, që ka thënë Evës, jo kuj që të këtë breshkën e lumit të Parmës, jo llafet të ndyra, jo shumë këti ofendime nga që ti nuk e imagjino dot, që unë këtu në Parma, kam qenë i njohur në gjithë borgun e Parmës, kam për koncert, unë kam pasur një ansambël, kam kënduar vetë, kam recituar vetë.
Ju vini nga një familje artistësh në Shqipëri. E qartë. Çifte. Kjo ka thënë të Ardit Gjebrea, që më ai më njeh shumë mirë. Ne kemi qenë sot të dy. Po, ka qenë e ftuar tek Ardit Gjebrea dhe ka folur për jetën e saj. Kjo pra më vrau mua që doli edhe Eva që foli. Sepse ajo të gjitha këto i kishte gjitha gënjeshtën. Ajo ka në atë parë mua ka njohur si në shtëpinë time dhe ka qenë testimoni i Xhehovës. E dyta, ajo se ka kërcyer ndonjëherë në asamblin tim, te grupi i vallës time që kam pasur grupin tim 20 çifte, nuk e kam njohur fare, se kjo ka qenë testimoni i Xhehovës. Në koncertet e mia s'ka ardhur asnjëherë, nuk se kam parë ndonjëherë fytyrë në çaj, ka ekzistuar apo jo. E tjetra është kjo që ajo flet që mamaja u dashurua me balerinën e parë. Ores, ajo është testimoni i Xhehovës, kur u dashurua me ajo nëna ime që s'e ka parë kurrë, që ka në shtëpi. Si testimoni i Xhehovës, nuk ka ardhur si, domethënë, që pa mami në balerinë. Unë balerinë të parë kam pas gruan time. Ish gruan time. Ka qenë asam në shtetit, siç kam qenë dhe unë dikur. Kemi punuar të dy bashkë të dy që ndërtuam të asambël me 20 çifte italianë dhe shqiptarë. Dhe këngëtarit ishin ka qenë italiane. Këngëtarit që kënduar më e bukur amore të asambli im, është italiane, vajzë italiane. Çungi është me kitarë dhe unë me kitarë dhe një baterist. Berti, ju po më thoni që ajo ka shfrytzuar emrin tuaj, mbi emrin tuaj për të bërë ajo karrierë vet? Po faktikisht të zbuloi Eva dhe thot gjithmonë që kam qenë nuse nipit të drejtora Gollit. Kur ajo s'ka qenë herë nuseja. Unë atë kam jetuar vetëm 4 ditë. 4 ditë. Lere të ferin që ka bërë kjo që bëm aty që ishim në Tiranë, në Durrës, në Vlorë. Të tjerat unë kam kaluar vetëm 4 ditë. Pra, 4 ditë keni jetuar bashkë dhe gjithçka ka mbaruar aty. 4 ditë në muaj, 3 ditë. 4 ditë, 3 ditë në muaj. Se vinte policia. Ajo unë jam usha frigoriferin plot kësajt. Edhe unë të dielën në drekt, më vinte policia në shtëpi me instrukton. Unë gatoja, imam vallajdi, Kostina, kjo nuk ditë të bënte një vestë të zjermuj. Nuk hante makaron me flutura, e Caritasit. E jeton në centro sociale, thua. In Parma, centro sociale. Që i bie mirë me dysek. Edhe ajo më tregon mua tani, dhe kërkon ajo nga mua që rapa një artiste ajo ku ka femër artiste që ajo. Unë si koreograf e shikoj kur qenë ajo faskifën. Dhe grupet amatore që kanë qenë në kohën e Enverit, nuk kërcen si kërcen ajo. E qartë, Berti, ndalemi pak tek problemi, e kuptoj qartë. Sot ju jeni një problem të madh me Giulietta Ferraj, me këtë zonjë e cila pretendon që fëmia që ka sjellë në jetë vajzën është vajza juaj. Unë dua të bëj disa pyetje. Në momentin që ti u shkëpute përfundimisht me Giuliettën dhe erdhi në jetë fëmia vajza, ti ke shkuar e ke takuar ndonjëherë vajzën, e ke parë përgjatë këtyre viteve? Gjatë këtyre viteve jo. E kam parë kur edhe në spitali po. Kam bërë dhe karosën. Kur ka qenë foshnjë, që sa ka lindur? Po. Kur ka ndodhur kjo, më vjen centro sociale, thotë më kështu do të vishë të bëna dhe këtë jo, kështu jo pa jo, jo njerëzit e tjera, vajza e morën laç në shtëpinë, gjithë karrocë. Dhe më vonë e kam parë 2-3 herë, se thash 3 ditë jetoja. E qartë, po. Në policia. Ka bërë fotografit kjo, një ditë që kam ardhur, që kam shkuar unë, kjo në zori gocën, për ta parë unë. Jo, hajde në shtëpi, në këtë, sa fut në shtëpi, merë karabinjeri mori në zori jetë. Berti, kjo ka bërë, këto i ka bërë për të mulluar atë që unë mos kisha mendje për DNA. E qartë, po, ti dyshon që nuk është vajza jote, por ti ke gjithë të vite që paguan pensionin ushqimor ndaj atij fëmie. Çdo muaj ti pagon pension ushqimor? Çdo muaj. Ndërkohë, çdo muaj është ndërpryer kjo pagesa në 2018, por kjo është martuar me një fesip trokën. Se kjo i nga Shqipëria, nga Italia, shkojnë në Shqipëri. E 2 vjet kjo që nuk ekziston të këtu dhe nuk kërkon të më lek. Faktikisht ishte martuar në Filanin me un Pico Palino që quhet. Edhe kur është kthyer nga Shqipëria kjo,
të shfutur në te avokati ka thënë s'm ka dhënë lek për 2 vjet. Edhe më bëri mua pinjorament. Domethënë që do t'i jep kësaj lekët. Kjo më ka mbajtur mua, muaj për muaj 430 euro, 33 euro. Muaj për muaj më bante kjo. Edhe i thash se në punë, te puna ime, i thash si ka mundësi që jepni kaq shumë. Sa mua po ti është mantenimento dhe të gruas. Unë se martuar me atë më. Ti nuk e patë asnjë celebrime, e qartë. Për diskutime që unë jam bashkëshortje Albertit. Kjo është martuar me festimin. Trokën, jo me mua. Edhe pse të pagoj unë, domethënë është i llafit ta them troç. Priti e bën edhe ka tundi pagon parat. Pse? Ai me fëmijën e vet dhe ka tundi edhe unë pagoja parat. Për atë që bën ajo. Ti dyshon që atë fëmia e ka sjell me bashkëshortin që jeton? Po, që ka jetuar, po. Se janë ndarë ato tash. Janë ndarë që në 2021. Unë i kam dokumentet që është bërë martesa në Shqipëri. E kuptoj. Unë kam firmosur për vajzën në 2017. Vajza ka lindur në 15, a ti? Me 2015. 2015. Kurse unë kam firmosur 2017 se më hanin kokën, policia, karabinjerë, dhe unë e hangra një ditë, e hangra në kuptimin që i thënë për flasë popullorë. S'ka gjë. Anë duke më thënë kjo që shikoj, bëjnë në derë pak, në shkoj që komunë dhe meri dokument që ma kanë përgati ata të komunës. Unë shkoj dhe nuk e lexova, firmosa direkte dhe ishte fajnë. Se lexova parën. Berti, sa vjeç është goca që flasim? 9 vjet, ajo thot është 11. Ajo zgjes ditën e fëmijës. Pra, vajza nuk është 11 vjeç, po është 9 vjeç. Në këto 9 vite, nuk e patu kuriozitetin për të takuar një herë këtë vajzë? Se kam ndjerë. Nuk e ke ndjerë si vajzën tënde. Bëjmë çdo vit bëjmë këto analizat e gjakut për patentën se tu në Itali është shumë. E qartë, po. Kjo thotë është i alkoolizuar. Unë prezis Europën, shkoj 2 herë në javë, shkoj në Zvicër. Kur janë garet e Ferrarit, isha në Monte Carlo, isha me Ferrarin. Në Gjermani, në Francë, në Greqi, kam bredhur me kamion. Do me thënë, kjo thotë është pjanet, është pjetë, si thonë, alkoolizuar, ka thënë. Ka thënë përse, po juve, si më falni, si televizion, kur dëgjoni këto, unë va bene që jam një artist i vogël për para dajesim që drejtora Golli. Po, ju jeni një të madhës, të ndjerë drejtora Golli. Të thotë drejtora Pianeta Golli. Ku i gjen to epitete ajo? Me qa kurajo? Me qa, do të thënë, ku arin ajo të dali? Ku do dali? I dashur Berti, atë video e kam parë dhe unë, dhe për të qenë transparente, do ta dëgjojmë dhe një herë bashkë atë video. Kjo video është për ish bashortin tim dhe gruan e 4 që ai tani ka marrë prej 2 vitesh, Eva Gjakolli, e cila më persekuton padrejtësisht, ndofta kishte dëshirë të dilte pak në televizion. Ndofta do të bëj emër mbi emrin tim. Nuk e di se çfarë do nga mua, sepse unë ish bashortin e kam nxjerr nga jeta ime totalisht 11 vjet më parë. Kështu që të shkoni në televizionet shqiptare, të lini intervista me shpifje, me difamacione thuhet në italisht. Okay? Të flisni keq për të kaluarën time, për fëmijët e mi, që i kam bërë me shumë sakrifica me këto shpatulla, e kam rritur atë gocë 11 vjeçe, duke i dhënë gjij qumësht mbas skene, duke punuar e studiuar për të ndërtuar këtu kam arritur sot. Dhe nuk lejoj një badante të alkoolizuar, depresive, të shkatroj jetën time me një intervistë. Sapo jam kthyer nga komandanti i Karabinjerëve të Parmës dhe po ju tregoj që je në plan të parë. 1. Eva Gjakolli.
Ky është i famshmi, i alkoolizuar, i degraduar, baba i gocës time dhe niti i të famshmi dritërop Janeca Gollit. Ky është denoncimi. Ky është denoncimi i dytë që po u bëhet këtyre dy personave, ose mund t'i quaj dy parazita, pas spinë dorsale. Por nuk lejoj që në emisionin e Odeta të shahet emri im dhe të vjen fotot dhe emri im dhe fotot e fëmijëve të mi. Kjo është shkelje e ligji me penale dhe dënohet me burg. Edhe ti Odeta je në plan të parë. Okej. Nga karabinjerët. Ky është profili jot që do ta çoj kudo këtu në italisht. Okej. Ky është numri jot i telefonit që e ka komandanti i policisë. Dalin me kokë poshtë sepse jam andej. Nuk ka të drejtë askush të çoj fotot e fëmijëve të mi, fotot e mia në një intervistë të shpifur, shumë të shpifur, të zhantazhoni, sepse unë kam lindur yll, mis dhe kështu kam engel. Kush është i smur nga xhelozia, të shkoj te psikiatria. Berti, në këtë video ajo më akuzon dhe mua dhe unë realisht nuk të njoh as ty, as partneren tënde e Tlevën, nuk u njoh fare, jemi njohur në këtë live dhe unë i bëj thirrje zonjë Julieta Ferraj, e cila më ka dërguar një mesazh dhe unë dua të jem transparente por të publikuar mesazhin e saj se çfarë shkruan ajo në numrin tim, duke më treguar se do të denoncoj me Interpol, policia, nuk e di se çfarë shkruan, por unë i bëj thirrje zonjë Julieta, unë jam Odeta, unë jam gazetarja e cila kam sjell të denoncim së bashku me çiftin Berti dhe Etleva, nëse ajo ka një reagim, ka një përgjigje për t'i kthyer Bertit apo zonjës Etleva, le të hyjë në këtë live dhe të flasi me mua. Unë e mirpres atë. Ajo është një nën, është një grua si puna ime, si zonja Etleva, e mirpres dhe t'japi një përgjigje. Nuk është e nevojshme që ajo të bëj statuse apo të bëj video dhe t'i postoj në për rrjetet sociale dhe ne ta marrim vesh ashtu përgjigjen e saj. Nëse ajo refuzon që mos të hyjë në këtë live, është e drejta e saj, por nuk është etike për mua që një nën e dy fëmijëve të bëjnë ato lloj forme. Dhe ishte e rëndë Berti, video që ne sapo dëgjuam teksa ajo të akuzon ty, bashorten tënde Etleva, edhe mua gjithashtu. Më tha që do jesh në faqet e para të mediave italiane dhe je denoncuar në polici. Unë nuk dua të bëjmë shumë e famshëm aty në Itali. Nuk ka pse mund nxjerrin në faqet e para italiane. Dëgjova atë që më tha Eva. Por të them të tjetrën, që thash dole të analizat, no? Po, ndalim te problemi televizor. Që bëjmë një soferat. Në periudhën që unë kisha këto që vija hyrja, dilja tek shtëpia, kjo më merrte mua më vite dokumentat e mia. Fotokopionte, shkon në komunë, bënte çfarë donte ajo. Shkoj te ky doktori edhe prezantohem, i them isha me historinë time. Edhe i them më duhet një vizitë një për syt. Po ta bëjmë një fjalë, do të më japësh atë recetën dhe medikun. Do të më kush jeni ju? Do të thonë Albert Becchia. Ç'se i më tha, unë vetë këtu. Kush jam unë aty? Po të shumë, do të kujtoj ty. Çe doktor, edhe unë më mirë më të shoh se sa të më shohësh. Ti jemi smur, domethënë nuk do të shoh doktor më se jam mirë me snet. Po kam të problem. Andaj te duke qeshur shumë duke për mohabet, i thash, po kush ka qeshur këtu? I thash, Filania, Julieta Ferraj. Që ti je lidh me atë? Ka çe kombinat, më thënë. Ajo merr ilaçe psiqike këtu thënë. Mirë, Berti, nëse ajo ka probleme me shëndetin e saj mendor, kjo është një fatkeqësi, sinqerisht. Po, però unë isha ndarë me këtë në atë periudhë. Po. Tani unë i kam thënë gjëra trurit, dhe gjitha këto që ka bërë kjo. Po pse ka mos që për ka lindur kjo fëmija do të jetë shtatzan, prandaj ndoshta kanë dashur ta heqin fëmijën e saj.
që vjen fare, bie. Berti, unë dua të bëj një pyetje. Ti ke dyshuar që ditën e parë që ajo bëri testin e shtatzanis dhe deri më sot që vajza është 9 vjeç që ke dyshuar që nuk je ti babai se ti nuk ke patur kontakt me të marrëdhënie seksuale. Fëmia erdhi në jetë. Ti firmose, pa e lexuar një letër dhe pagove para për atë fëmijë. Por pse nuk e ke bërë një analizë DNA-je? Pse nuk bëhet një analizë DNA-je? Nuk pranon nëna, Xhulieta, që ti të bësh një analizë DNA-je për t'i parë gjërat, je babai apo jo? Nëse je babai, ke gjithë detyrimet e botës për atë fëmijë. Faktikisht ne kemi kërkuar, kam 2 vjet që po e kërkojmë këtë gjë. Edhe ajo thot, në takimin e parë që kanë prezantuar avokati jon, përpara avokatit të kësaj, kjo ka thënë që jo, unë nuk e bëja dënën, se ajo një Albertin. Por unë se kam një orë, si një shka kjo mund. E para, e dyta, një shkojë sonë kishtë thënë që ta fenë mundin ata. Kanë kaluar shumë vite nuk bëhet gjëna. Në vite që ka bërë tani, ka thënë, do ta bënte para 2 vjetësh, jo tani, që gota është 11 vjeçë. A dënoja bëhet dhe kur i 20 vjeç, dhe kur e 30 vjeç. Ti je 9 vet. Në qoftë unë dyson të thajë këtu ti morë. Bëj që ka të nënë qyre kushë, është gota jote apo jo? Logikisht nuk pranon. Logikisht ke të drejtë. Atëre, Berti, ju po më tregoni që ti je i gatshëm të bësh një analizë DNA-je, por është nëna e vajzës, Xhulieta Ferraj, që nuk pranon të bëhet kjo analiza DNA-je. Po. Këtë thëmë. Edhe do ta lipse këtë llasin, do më thënë, do të thani që tha që kur mora vesh nga doktori që është me atë, kështu do më thënë. Probleme të shëndetit mendor. Edhe më merr në telefon të mua, unë si se mbyta të nënën tënde, tha. Si se mbyta të nënën tënde me jasiksa. Dhe ty ta kisha bërë planin me Angelo, që do t'i jepshim, do të mbushim i shishe me verë, do të jepshim ilaç gjumi, e të vënim të balkoni dhe të hidhim nga balkoni të zdisje. Sa kisha unë robat një ka hedhur nga balkoni. Dali ta kumshiti, mbledh njëra një vlonjatë, jo një nga peqinja e goca, e martuar me një vlonjatë, del ajo i mbledh, kjo i mblodhi, dole me shpata, me fshesa, duke u zënë. Erdhi policia i ndau. Është njeriu që ka bërë. Parma, në qoftë se gjithë Parma ka bërë 10 denunce, ka bërë 150 denunce për gjithë burrat, për gjithë ato problemet e veta që ka ajo mendore. Nuk është normale. Nuk është normale. Ti të ndihmon, e ti i kthen shpinën do ta futesh në varr. Po pritet valla. Unë të ndihmova, të dhash shumë mundësi që të kalonte. Po nuk e bëri. Ju një histori të vjetër, 9 vjeçare, ju përndjek edhe sot. E kuptoj qartë me këtë zonjë, me emrin Xhulieta Ferraj, që unë uroj dhe shpresoj që ajo të reagoj dhe të jetë në një live me Odetën për të folur, gjithsesi është e drejta e saj. Berti, unë e kuptoj që ti kur ke parë reagimet e saj, je ndier keq. Ju ka ofenduar juve, ju ka ofenduar partneren tuaj e të levën, lëre mua mos më quaj, mua nuk po i quaj fare pjesë të kësaj. Ke një mesazh për t'i përcjell? Ndoshta ti me ato nuk takohesh dhe s'ke dëshirë të takohesh. Ke një mesazh për t'i përcjell, sepse unë jam e sigurt që ajo këtë video do e ndjeki. Do t'i jap të mesazh që unë nuk jam ai perti parë. Jam ai që kam qenë gjithmonë. Ai të bëj DNA, se baba të di dhe fëmija e kuj baba. Se ajo i thët baba festimit, i thët baba Ademit, së babalar ka kjo. Që unë bëj atë nëmë që ta di, edhe lekët, që ja kam dhënë, po ja kam dhënë protestimin. Që ose del që nuk i kam dhënë, që nuk e se imet, unë nuk duhet që të miksejmë prapë vetëm të zhduket nga edhe ime. Të zhduket një, edhe që kur dalje ime, ajo për mua është e vdekën. Ajo thot që mendoj, unë mendoj të mirën, nuk mendoj të keqen, që më ka për të keqe Eva o Odeta. Unë mendoj të mirën në Odetës, mendoj të mirën në Evës, të keqen unë e kam hedhën mbrapsë, nuk e se kokën mbrapsë.
E qartë, ti kërkon të bësh një analiza DNA-je për ta vërtetuar nëse je babai dhe nëse je babai, pastaj do kesh detyrimet e tua për atë fëmijë. Detyrimet ato unë që kam njohur që të vogël, që ta njoh fokun. Kurse ndjej, domethënë ajo më ka postuar në gjithë anët, si mund postuar babai një fëmijës. Më tregoti? Që t'ja bëjon? Mund postuar babai një fëmijë? Unë uroj dhe shpresoj që këtë mesazh zonja Ferraj ta marri dhe padyshim të reagoj nëse dëshiron për të dhënë një përgjigje. I dash Roberti, unë e di që je kthyer nga puna, je i lodhur. Lam takim sot që të ishim të dy në këtë live. Unë të uroj gjithë të mira ty dhe zonjës tënde Etleva, u dashurofshit dhe u plakshit bashk, dhe uroj që ky problem që ti e ke prej vitesh me këtë zonjë të zgjidhe sa më shpejt dhe ti të mësosh të vërtetën, nëse ajo vajzë 9 vjeçare është vajza jote apo jo. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, procedurat të cilat ju t'i nisësh tashmë dhe në Shqipëri për të bërë një analizë DNA-je. Uroj të bëhet më e mira për të dyja palët. Okej, grazie mille. Të falenderoj dhe përshëndes nga Tirana. Gjithashtu dhe unë nga Parma. Mirë dashurmishit, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live-it. Uroj dhe shpresoj që zonja Xhuleta Ferraj ta dëgjoj këtë video, të reagoj. Unë me atë nuk kam patur asnjë lloj kontakti telefonik dhe pse kam pritur që të flas me të, ajo nuk ka pranuar të flasi me mua. Gjithsesi, unë jam gazetare, jam transparente, çdo lloj denoncimi që do vi në live, patjetër që do t'i postoj, nëse ajo do të reagoj, ka një përgjigje, unë e mirëpres. Ndërkohë, nëse dhe ju keni një histori të dashumish për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më gjeni edhe në rrjetet sociale, siç është Facebooku, kjo është faqja ime zyrtare në Facebook, Odeta Dume Mandro, mund të më gjeni edhe në Instagram dhe aty qëndroj online dhe mundohem që të gjitha mesazhet që më dërgoni në kohë reale të kthej përgjigje, por mund të më gjeni edhe në TikTok, kam dhe një faqe në rrjetin social TikTok dhe kjo është adresa ime në TikTok Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e këtij kanali në YouTube Odeta Dume Mandro, ku çdo ditë me ju ndaj histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni.